أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falenderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit Gjithësisë. Atë e falenderojmë, për Tij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që I madhi Allah e drejton, nuk ka se kush ta çojnë humje, ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë edhe përmbi të gjithë ju që jeni bashkë. Allahu ju bekoft dhe ju mëshiroft gjithë. Elhamdulillah, vazhdojmë me kapitullin e surës Bekare, që është një kapitull I famshëm dhe më I gjatë I Kur'anit. Dhe inshallah të shohim dobi me fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, përkujtoni njëri tjetrin se përkujtimi bën dobi. E inshallah dhe ne të na bëj dobi sonte jemi tek një ajet shumë interesant. Allahu xhelle xhelaluhu na tregon për një moment kur I thot e drejton Musa'in alayhis salam që t'i thoj popullit tij. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huvat tawwabur rahim. Sadaqallahu al-azim. Dhe kur Musa I tha popullit tij, o popullim, me adhurimin e viçit në vend Zotit ju I bërt shumë zullum vetvetes. Pra pendohuni para krijuesit dhe mbytni veten. Kjo për ju është më së miri te krijuesi juaj. Ai u pranoi pendimin tuaj, ai është mëshirues, ndaj pranon shumë pendimin. Dhe mbas kësaj I that, o Musa, ne nuk besojmë derisa ta shohim Zotin. Hap tazi. Astaghfirullah, subhanallah. Shifeni që na tregon Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'anin e Madhrueshëm për momentet e Musait alayhis salam që po ja u tregonte Teuratin popullit të tij. Por popull shumë rrugaç, mistrec, popull lafazan, popull shumë I dobët. Dhe arritën në një shkallë duke e pas pejgamberin e Zotit Musa'in alayhis salam prezent, edhe sapo Musa alayhis salam shkon në Turi Sina, largohet për disa ditë, ata më I herë ndërtuan një viç prej florini. Edhe filluan të adhurojnë. Pra imagjinoni pejgamberi I Zotit prezent. Shumë interesant. Pra në kohën e pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam, Muhammedit alaihi salam, pra kishte njerëz që nuk besonin, por deri këto nuk arritën, se u zhdokën idhujt në gadishën e arabik, të gjitha, po deri këto nuk arritën. Pra ishin mos besimtar, nërsa këta ndërtojnë viçin. Edhe u bën kovë pusi mas viçit duke adhuru viçin, edhe Musai zemrohet shumë. Allahu xhelle xhelaluhu I thot, me adhurimin e viçit ju I bën shumë zullum vetes, edhe erdhi dënimi I radh. Tha ju duhet më u pendu dhe me emët vetën. Edhe I pjesë vepron. U pendun, edhe I pjesë edhe emëtën vetën. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu gjithmonë ka sjell dënim kur popullit kanë shku deri atje, sa që të adhurojnë tjetër veç Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe populli I Nuhut alayhis salam, pra arritën deri atje sa që nuk e besonin Nuhun. Deri sa Allahu xhelle xhelaluhu arriti I thot, urdhëroni, ndërtoja anijen, se do ndodhet përmbytja. Do të mëten gjithë.
Do të myten gjithë. Por në fakt, sa i përket zemrimit Allahu xhelle xhelaluhu, ka një dallim në kohën tonë, që nuk do vjen më pejgamber të Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, kohën tonë e pret vetëm kiameti. Do ketë kiametet vogla, për shembull, dënimet vogla, ama si dënimi përgjithshëm e pret vetëm kiameti kohën tonë. Pra nuk është se do vjen një pejgamber, do lehtësohet gjendje për ca kohë, edhe prap populli do kthehen tek e keqja. Por është mëll. Ne na pret vetëm kiameti. Pse edhe këto të sotshmit, pra kanë shku deri më keq se sa viçi. I kohës Musait alayhis salam. Më keq se sa viçi kanë shku, por kanë shku më keq edhe se sa populli i Lutit.